Duke ju referuar krizës institucionale pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, kush mendoni ju se po përfiton më shumë nga ky ngërsh politik? Kryeministri i Kosovës, zoti Kurti, apo opozita? Praktikisht kjo që po ndodh nuk është fare e hishme, është e turpshme, sepse qytetari i kësaj republike ka votuar që ti krijosh institucionet, pa marrë parasysh dhe pa u përzirë në asnjë parti politike, sepse nuk i përkas asnjë nga ta, asnjë. Normalisht që në jetën time kam votuar vetëm 5 herë, dhe kësiheri kam votuar, mirë po ka humbur më shpresa për të ardhmen që të votoj. Si të votoj në të ardhmen kur 30 herë po anulohet, nuk ka fare rëndësi tash me kon ti po e krijon atë qeveri, kush janë ata, cila parti politike, vetëm se le të jetë stabile, vetëm se të përfitoj qytetari, dhe ty po të pret siguria nacionale, ty po të pret një dialog i vështirë, ty po të pret një asociacion, ty po të pret mbrojtja dhe siguria, ku ka fakte më të patjetërsueshme se këto. Andaj çdo ngurim për të krijuar institucionit nuk shkon në dobi të Republikës Kosovës, shkon në dobi të atyre që nuk ja dojnë të mirë në Republikës Kosovës. Mirë po kjo gjithmonë sipas mendimit tim. Unë ndoshta po gaboj, por po qëndroj shumë fort mendimin tim se çka po them. Si e vlerësoni kandidaturën e zonjës Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit dhe sipas jush, pse ajo po refuzohet vazhdimisht? Po këto janë ato pyetjet politike, do me thonë, pyetjet politike është e drejtë e tyre se kon do ta propozojnë, por po shihet, do me thonë, edhe ngërshi. Ja, kjo po e tregon qartazi atë kryenetësinë që e kemi ne shqiptarët, sa shumë jem gjakënxet mes vete, sa jem të papajtueshëm mes vete. Kjo është tepër dëshpëruese në vitin 2025 që ti të kesh me vllaun ose vllau me motrën të kesh papajtueshmëri aq të madhe, të shkon mendja nganjëherë që këta kanë hasmëri, kurse në fakt nuk kanë. Do me thonë, unë këtë cilësoj vetëm si kryenetësi dhe as më shumë dhe as më pak se kaq, por e cilësoj vetëm si kryenetësi politike dhe asgjë më shumë se kaq, sepse ky është ai arti i politikës, do me thonë, ja, edhe kjo qenë ka një pjesë e politikës, edhe ky qenë ka art, nëse mund t'i thuash art. Mendoni se situata aktuale politike në Kosovë është e rrezikshme në kontekstin që sa gjasa mund të ketë që Serbia ta shfrytëzojë këtë brishtësi që ka kapur politikën e Kosovës për të provokuar incidente të reja? Serbia konstant ka provuar incidente të reja. Tentativa e Serbisë për incidente nuk është ndalur kurrë. Kemi pas përvoja të hatashme si institucionet tona, Banjska ka qenë provimi final, sepse një sulm terrorist, vetëm lufta është më e madhe se sulmi terrorist, ka qenë një armatim për 5 milion eurosh aty, pra ai kishte qenë një armatim për luftë shumë të gjatë në Republikën e Kosovës. Mirë, po çfarë do zvaritje e tepër që bëhet, ajo duhet të dihet se nuk shkon dobi të nev, por i shkon dobi të Serbisë, sepse ata tentojnë përçarjen. Kush e ka tentuar përçarjen më shumë se Serbia deri sot, sa po flasim, gjithmonë fatkeqësisht po themi se jemi në kohën e teknologjisë, rinia është gjenerate e internetit, nuk do duhet mendonin ata kështu, duhet të ishin ma liberal, do me thonë, për këtë vend, dhe të fitonin edhe forcat liberale atje, dhe ta njinin njëri tjetrin një shtet, duke di që tjetër rrugë nuk ka, sepse pavarësia e Kosovës nuk kthehet më deri në pafundësi. Do të ekzistoj ky shtet dhe nuk ka kush e kthen më. Vule e GND-s ka qenë vule e art, është kryer ai problem, 119 shtete e kanë pranuar. Sa më shpejt që e pranon Serbia, as më shpejt do të demokratizohet. Fatkeqësisht ajo po jeton në ëndrat e viteve të 90-ta dhe kjo është fatkeqësi e madhe në rajonin e Ballkanit. Si është vlerësimi juaj për presidenten Vjosa Osmani në këtë krizë? Mendoni se ajo i ka kapacitetet e nevojshme për t'i orientuar të gjitha forcat politike drejt një zgjedhje gjithëpërfshirëse? Po ishte dashur presidentja e Republikës Kosovës që të jetë edhe më shumë aktive se që është.
në politikën e jashtme dihet se çka ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s për të nderuarën tonë presidenti. Ajo po e bën një punë të shkëlqyeshme në aspektin e politikës jashtme. Këtë ka thënë sekretari i NATO-s, nuk e kam thënë vetëm unë si qytetar, sepse unë edhe them vetëm atë çka është profesionale dhe nuk ka nej për askënd, sepse përmenda partit nuk i takoj askujt, e dua shtetin dhe asnjë pushtet shteti është për mua mbi gjitha. Mirë po këtë po e thojnë domethënë edhe Rute, po e thënë edhe State Departamenti dhe gjithë, andaj unë mendoj që ajo ka aftësi, ka edhe intelekt, është tepër e shkolluar në këtë aspekt, që t'i bashkoj shqiptarët, sepse tek e fundit është unifikuese, jo vetëm e partive politike, po është edhe unifikuese e qytetarëve. Dhe unë mendoj që duhet të jepte edhe më shumë se çka po jep, sepse ajo po i mbledh partit, por duhet të ishte edhe më këmbgulse që më në fund ne ta kemi një qeveri dhe vetëm sa të ecim përpara në aspektin e sigurisë, sepse siguria nuk është gjithçka në jetë. Mirë po duhet ta dinë të gjithë që pas sigurie asgjë, sepse pas sigurisë vjen ekonomia, tregtia dhe të gjitha të tjerat. Kur nuk e ke sigurinë ti praktikisht nuk ke asgjë. Dhe ne jemi në ato sfidat e sigurisë dhe ti bashkohu në vallën e sigurisë, sepse ke fatin më të madh në botë që e ke aleatin e përjetshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar që nuk duhet të harrojmë kurrë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani dhe të tjerët partner strategjik nga BE-ja. Ka më fat se kjo për shqiptarët. Unë nuk di ndonjë shtet që na rrethon pos shtetit am, sepse ne jemi një kështu ashtu, që ka këtë fat më të madh se na. Atëherë shfrytëzoje, pse nuk e shfrytëzon? Ti tash je shtet më, nuk je ai fetusi i vogël, por tash ti je një adoleshent dhe sillu pak më serioz. Krij institucionet vet dhe mos prit që dikush t'jap ty presion gjithmonë nga ndërkombëtarët. Se nuk jemi në një etapë ta bëjmë vet, por gjithmonë presim që i tretit na bashkoj. Kjo është fatkeqësi. E vërtet. Së fundi është përfolur shumë që zonja Osmani mund të rikthehet në politikë aktive, por me një parti të re. A do ta rrëndiste kjo skenën politike aktualisht siç është? Por sipas mendimit tim në atë aspektin e sigurisë, kjo nuk ka domethënë rëndësi, sepse e po përmenda ndonjëherë nuk i takoj sferës politike, mirë po çdo parti politike serioze me njerëz serioz do ta pasuronte, sepse kjo është demokracia, kjo është parlamentarizmi, duke pas parasysh që Kosova është shtet parlamentar. Ne nuk jemi shtet gjysmë presidencial si Franca, dhe nuk jemi shtet presidencial si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi purën një shtet parlamentar dhe parlamentarizmi e ka këtë, sa më shumë gara, sa më shumë njerëz me përvojë, sa më shumë njerëz dhe profesionist që të qytetarit ta ketë mundësinë ta zgjedhë më të mirin. Dhe kjo është ajo dhurata e demokracisë që dhurohet ty në aspektin politik. Ditën e nesërme Kosova do të nënshkruajë një marrëveshje shumë të rëndësishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilësuar si historike nga kryeministri Kurti dhe ministri i mbrojtjes Maqedonci. Çfarë detaje është dini ju rreth kësaj marrëveshje dhe për rëndësinë e saj për FSK-n? Historia në Kosovë ka filluar të shkruhet më 25 maj të vitit 2024, atëherë kur filloi edhe Defender. Sepse kjo është ngjarja më e madhe që i ka ndodhur Republikës Kosovës që nga pavarësia.